kemi kontaktuar, kemi ngushëlluar, ju kemi dhënë atë sa kemi mund, forcë, po me të vërtet ka qenë një rast i rëndë, sepse është humbur një djalë i mirë, është humbur një punëtor i mirë. Kështu që do ta kemi mungesën e tina bukur gjatë, na do ta kujtojmë ata me atë kujtimet më të bukura, mirë po është momenti i fundit që menaxhmenti dhe menaxherët e korporatës energjetike të Kosovës të merren seriozisht me sigurimin e vendeve të punës, me kushtet e punëtorëve, me pagat e punëtorëve, me benefitet e punëtorëve, e jo se korporata energjetike e Kosovës të ketë përmbi 6.000 lanë gjykata për padrejtësitë që ju bëhen punëtorëve. Është turpi i më i madh i qeverisë Kosovës, kur i ndan punëtorët e korporatës energjetike të Kosovës për pagës 13, të e ditë çfarë sakrifice bojnë, çfarë mundi bojnë, çfarë punë të rrezikshme bojnë, dhe prapë neve na ndajnë nga benefitet që na takojnë, edhe pse jem kompania më profitabile në Kosovë. Qenë se pra po përmendim raste të rënda që kanë ndodhur në KEK, a jeni drejtuar institucioneve, pra a keni takime, sa zhvillan sindikata takime me institucionet përkatëse, me ministrit, sa ju thrasin takime që të trajtoni këto problematika që janë Fatkeqësisht na kemi këtu disa kërkesa shpeshta që ja kemi vënë ministrisë. Mund na jepni pak më shumë detaje me borxhin e takimin, me borxhin e menaxhmentit kemi pas disa takime, kemi pas ankesa në inspektoriatin e punës që fatkeqësisht e tha me përgjegjësi të plotë se